Pothuajse çdo e dyta mostër e ujit të pijshëm e analizuar në rajonin e Gostivarit këtë vit ka rezultuar e papërshtatshme. Të dhënat e Qendrës për Shëndet Publik Tetov njësia Gostivar tregojnë se nga 317 mostrat e analizuara në periudhën nga 1 janari deri më 12 gusht, 159 janë vlerësuar si të papërshtatshme, ndërsa 158 si të përshtatshme. Problemi nuk është i njëjtë në të gjitha vendbanimet. Në një numër të madh mostrash përsëritet problemi mikrobiologjik, ndërsa në disa pika janë evidentuar edhe devijime në parametrat fiziko-kimik. Ndër vendbanimet me rezultate të përsëritura të papërshtatshme janë Vrapçishti, Debreshi, Zubovca, Gallata, Toplica, Dobërdolli, Negotina, Gradeci, Novoselo, Vërtoku dhe Pozharani. Në disa prej tyre mostrat kanë rezultuar të papërshtatshme në më shumë se një periudhë gjatë vitit. Veçanërisht bie në sy Galiçniku, ku më 7 korik në disa pika të analizuara, përfshirë qezma publike, hoteli Neda, një restoran dhe pika të tjera, rezultuan të papërshtatshme në aspektin mikrobiologjik. Megjithatë, të dhënat tregojnë edhe përmirësim në disa zona gjatë verës. Në qytetin e Gostivarit, një pjesë e madhe e mostrave të marra në fund të korikut dhe në fillim të gushtit kanë rezultuar të përshtatshme. Edhe analizat e fundit të 12 gushtit në 7 pika të ndryshme rezultojnë të përshtatshme si mikrobiologjikisht, ashtu edhe fiziko-kimikisht. Mirëpo fotografia e përgjithshme mbetet shqetësuese. 159 mostra të papërshtatshme nga gjithsej 317. Të dhënat nuk tregojnë se i gjithë rajoni ka ujë të pasigurt për pije, por dëshmojnë për probleme të përsëritura në një numër të konsiderueshëm vendbanimesh dhe pika shmatëse.